Shkoj të flasim për fermën VIP, do të ndalemi tek një nga fermeret më interesante, ajo e cila pati fatin e mirë, por sigurisht edhe do të vijojë rrugtimin e saj në fermën VIP, po flasim për Nurin ton të dashur, e cila ka qenë një ndër ato personazhe surprizë të këndshëm të këtij reality, i cili na njohum me një anë tjetër të saj, atë anën jo publike, atë anën njerëzore, ku me siguri miqtë e saj e njohin më së miri. Patjetër, dhe ne do kemi mundësi të diskutojmë me njërin prej shoqeve të Nurit. Nuri në fakt edhe emër mbi emër, duket sikur këto të dyja element identifikues për një person rrinë në aq sintonimi një tjetrin. Nur. Nur. Edhe në gjuhën shqipe ka Alcazar, mbiemri, fantastik, fakt tani përpos fjalëve të mira që kemi, mund të themi që në provën e kaluar ishte Nura, ajo e cila ja hodhi eliminimin në një televotim përballë Danelës, ishte loja Nur e cila ndihmoi atë që të superonte dhe të ishte e preferuara e publikut, automatikisht duke eliminuar Danelën dhe duke bërë Danelën të eliminuar e tretë që nga nisa këtij rrugtimi të ferma VIP. Prezantojmë shoqen e Nurit. Semra Haziraj, na bashkohet përmes Skype. Mirëmëngjes, kënaqësi që jemi së bashku. Mirëmëngjes e dashur. Mirëmëngjes juve dyve dhe të gjithë teleshikuesit që po na shohin. Falenderojmë shumë që na u bashkove në mëngjesin e 7:05 për të na folur më shumë për emocionet që keni patur si shoqëri. Emocionet të papara kanë qenë edhe për ne që jemi thjesht një ekip, edhe fansat të fermës VIP, po për ju do të ketë qenë e shumë fisht si përvojë. Emocionet që kam unë përderisa që nga dita që ka hyrë Nura aty, deri në natën e mbrëmshme ku ishmin ato emocionet tona se apo e vazhdon rrugtimin apo po e mbaron aty, kanë qenë çdo ditë të ndryshme, të pandalura, me emocion, me një energji aq të madhe. Kështu që çdo rrugtim i saj, sa është aty brenda si nga ana shoqërore, si nga ana e familjes, gjithmonë është duke shtuar të urrit emocionet ndaj saj. Vizita dhe surpriza e vëllait besoj ka qenë një nga ngjarjet më emocionuese për Nur. Duke ditur raportin e tyre të ngushtë, por edhe dëshirën e Nur se ne e pam në historinë e saj për t'ia komunikuar një mesazh të thjeshtë që thuhet gjithmonë mes një vllai dhe motre, për t'i thënë thjesht të dua dhe faleminderit për gjithçka. Si e pe gjithë përvojën dhe gjithë surprizën e organizuar nga ekipi i fermës VIP? Më ka qenë ekstrem jashtë emocionuese, saqë normal aty nuk kanë fjalë që dhe lët dalin nga ai lloj surprize, ajo lloj që Nure ka përshkruar si sa ka dashur mi kërku falë vllau të vet, por Nuri nuk e ka ditë një gjë që ka hyrë me një lloj brenge se si po e përkrah, sidomos vllau saj Muhameti. Po nuk e ka ditë që ne kemi qenë non-stop në komunikim bashkë, ka qenë shumë krenar ndaj saj, ka bërë çmos për me përkrah motrën e vet. Nata e brashme të them drejtën për gjithë ne që ne njohim Nurën, po njëkohësisht edhe për shikuesit që kanë filluar me njohë se si është Nura, ka qenë një moment shumë prekës. E dashur, ti vetë personalisht, çfarë i ke thënë Nurit në momentin që të tregoj që është propozuar të bëhet pjesë e ferma VIP ty? Komunikimi që keni patur, porosia që i ke dhënë? Të them drejtën, Nuri më me thënë që nga shoqëria gjithë me jemi më të lidhur me njëra tjetrën. Momentet që ka marrë vendimin për me hyrë në fermë VIP ka qenë sikur një bombë që sa po e lëshoj, ma tha, nuk e prita me thënë drejtën, po e kam ditë që herë do kur do Nuri do të bëhet në një reality show. Kam thënë që Nur, ne të njohim shumë mirë, e di sa je e zhuar, sa je zoja, sa je fort, sa ki vetë besim vete, kështu që një këshill vetëm që akum dhënë Nurës t'jesh vetvetja dhe mos t'ulësh në asnjë moment nga sfidat që aty do kesh, nga luja që do bësh. Se ki parë lojën e Nur, sepse ne e dim që në një reality show her pas here, edhe nga konkurrentët të tjerë, ndoshta në kuadër të lojës, ka dhe akuza. Për mos i listuar të gjitha akuza që ndoshta janë hedhur të drejt Nur, në fund të ditës është garë, disa fjalë për njohjen nga jashtë apo më përpara me yllin, që dikush e ka pohuar e dikush e ka mohuar. Them drejtën, sa i përket banureve të tjerë, normal që nga atë lojë secili do ketë debate, do ketë keqkuptime, do ketë momente të mira që i shura,
Sa i përket yllit, mund ta mohojnë dhe mund të thojnë që nuk njifën apo në gjatë tjetër, po nuk kanë edhe shumë që njifën nga jashtë. Kanë qëndru bashkë, sepse puna i lidh, gazetar, model, kështu që unë ndihem ndonjëherë shumë keq kur shoh që prekët Nure personalisht si Gucci që është aty si vajzë, njëkohësisht dhe banorët tjera, prekëm kur të përmendet prekët në pjesë familja Nurit, po gjaja që më ka prekë më shumë e kohëve të fundit është që se si një grua, gjykon një grua në si norma shumë tolta, edhe njëkohësisht flet për dhunën verbale, po njëkohësisht e përdor atë dhundaj Nurit. Dhe këtu i referohesh kujt? Zonjës Zhoko. Që me thënë drejtën, jam çudit momentin që personalisht asë nuk e një farë profesioni ka zonja Zhoko, asë nuk dua t'ja di, po momentin që ka thonë që nuk e një Nure me farë profesioni në shfut këto, mund të dhejmë që asë ne nuk njofmi ty, po nëse do atë shumë t'ja dish, ka shumë njerë që njofin Nurën për aktivitetet ndryshme, për talentet e saj që ka, njofin si fargoce është. Sëmra, ke shumë të drejtë për mënyrën se si kërkon t'ja mbrosh emocionet Nurit. Është natyrale për një shoqë, sigurisht. Por duhet kuptuar që është një reality show dhe është një sfidë e cila nis nga çdo këndvështrim dhe ndoshta ngacmimet nisin nga secila anë. Dhe kjo do bëj diferencën se Nur e fitoi një betejë që është ajo më e rëndësishme me publikun vetëm një natë më parë. Po të rinë tek ferma dhe te dhipat aty. Nëse do mund t'i komunikojë Nurit një mesazh sot, nga kush do t'i thojë që të ruajt ta mbante larg, që nuk ja do të mirën. Se ti është më mirë ndoshta se ajo gjithçka po ndodh ferm. Ta shtem vut me një pozicion po që do. Ajo nuk po të dëgjon kështu që ti thuaj mendimin tënd. Jo, dhe po të më gjoj të ishte më mirë. Do i kisha thënë që Kesit, numër 1. Larg Kesit. Albus numër 2, po. Albus numër 2? Po, dhe këti limit një qitë të shduket. Limi e mos është i pari fare në këtë rënditje që bërë? Jo, ajo është i fundet. Është i fundet. Ajo qëndron fund. Okej. Mendojnë që me midis Nur dhe një banori që momentalisht është, një fermer që momentalisht është, apo do hy, sepse dim që do ketë dhe personazhet e tjerë që do bëhen fermer, mund të lindë ndonjë raport dashurie. Pra, është Nur e hapur për një raport? Jo. Po është Nuri, e kam cikë dhe më herët, që Nuri ka thonë që çado që të më sjell fati jetës, unë jam më se më pritur ta pres, po sa i përket banorëve aty brenda, nuk ka për momentin, sepse si shoqja e ngushtë e saj, një tipin e saj dhe si do ishte një djalë ideal për Nurin? Pa na trego pak. Nuri për sa i përket tipit ideal nuk është vajzë që të kushte për jetesën që e bën ai apo profesionin. Thjesht Nuri don shumë që ta respektoj, t'i rri besnik, të jeti sinqert ndaj saj. Normal që secila Gucci kemi qefun për kdhel nga ana moshkullit. Ka ato tiparët e veta Nuri që kërkon të rinj. Dhe sipas teja, si nga djemtë e fermës nuk i plotson këto. Sipas teja, si nga djemtë e fermës nuk i plotson këto tipare. Jo, fare. Për të ardhur nuk e di, se kush do futet aty nuk e di, po presim. Po, nuk e diet asnjëherë. Kjo tregon që semrata Nur një njihen shumë mirë, ja dinte edhe shihet që kanë tek çunat njëra tjetrës. E dashur më trego pak, ka patur Nur një lidhje së fundmi apo një raport i cili është rëmpezu? Përpara se ty të ferm plas, ë? Para se të futet në ferm, më tregu drejtën se Nuri për një kohë gjatë nuk ka pas një lloj lidhje apo ti diçka serioze, përpos që e dim pjesët që ka qenë në një lidhje 7 vjeçare. Po, e ka thënë në ferm. Po, ato. Kështu ndoshta ka pasur në njohje, po jo diçka aq konkrete. Pra nuk është se ka lënë pengje jashtë, përveç familjes dhe atyre gjërave që i mësuam më shumë mbrëmjen e kaluar përmes klipit dhe takimit që pati me vllajën e saj. Jo, nuk ka lënë e gjatë.
Nuk ka penj. E dashur, unë kam një pyetje të fundit, por që lidhet për potencialin e plot të Nur, duke parë edhe atë që ka ndodhi një natë më parë, surprizën nga vëllai i saj. Edhe atë që ti po na thuaj, që ajo hyri me një peng për mënyrën se si vllai po e ndiqte gjithë këtë përvojë, gjithë familja e saj si po e ndiqte këtë përvojë. Mendon se tani do shohim një Nur më të plot në lojën e saj, pra mos deri tani ka që ndoshta e frenuar për të pritur edhe këtë ballafaqim me vllain, këtë përqafim, këtë miratim? Po, do më thonë, Nuri kur ka një peng e di që nuk është plotësisht vetvetja. Dhe ne kemi pa aty që Nuri ka nevojë për një lloj mbështetje më të madhe dhe kemi ditë ku e ka pengun. Kështu që nga së detutje, nga nata e pramshmit, pas u mordh miratimi dhe po familjen u forcua më shumë tash tetët, sipas mendimit tim që Nura do shkoj hala më fort, akoma nuk kam pa gjë nga Nura. Qartë, se pra, Shumë më mirë. ti je një mikesh shumë e mirë dhe të gjithëve na duhet një mikesh si ti në jetë. Kështu që faleminderit shumë që zot flasësh për ndjesën reale të Nur, edhe të na tregosh më tepër për edhe anën njerëzore për ta njohur atë. Kënaqësi ky komunikim. Faleminderit ju. Semra, të përshëndesim. Përpara se të shkojmë tek hapësira informative, Alma, dhe të vijojmë me linjën tonë editoriale, vetëm një fjali kam. Mendoj, ndoshta edhe nga ajo çfarë unë e shoh dhe perceptoj një reality show, nëse do isha në një reality show dhe do të dëgjoja komentet e opinionistëve, ndoshta do mundohesha ti dekodoja, sepse mendoj që aty ka mesazhe të fshehura për sa i përket lojës dhe dinamikës që secili personazh ka. Kështu që asnjëherë mos i marrim dhe në këtë rast fermerë apo familjarët e fermerëve komentet e opinionistëve pranë zemrës, por t'i marrin si mesazhe të nënkuptuara për lojën e secilit. Kështu kuptohet filozofia e një reality dhe këtë thot Bibla, ajo Bibla i çdo reality show që përshkruan më së miri çdo rregull dhe informacion. Shkëputemi për hapësirë informative për 120 sekondash, rikthehemi në studio dhe do flasim për Papa Francesco.